Mirëmbrëma të dashur miq. Sot e kisha një kliente, një nën 45-6 vjeçare, e cila erdhi ashtu si e mërzitur, e frikësuar dhe filloi seansa. Problemi i saj ishte frika. Frika nga e ardhmja. Problemi i saj ishte moskënaqësia. Mirënjohje kishte te Zoti. Mirënjohje se falë Zotit e kam djemt, e kam vajzat, e kam këtë, e kam atë, mirë po e kishte edhe frikë. Frika e saj ishte se ajo vetë ishte shumë e devotshme, burri i saj gjithashtu, të dy ishin haxhillar, mirë po nuk ishin të kënaqur as me vajzat, dy vajza i kishte, një më të vogël dhe një 25 vjeçare, dy djemë, disa adoleshentë e tjera. Dhe ajo i kishte frikën se fëmijët nuk i shihte në rrugë të Zotit. I thash, çka nën kupton ti në rrugë të Zotit? Po tha që me fal namaz, tjetër me agjeru. Thash, apo falin fëmijët namaz? Tha jo, unë e tha falem, kur kanë qenë vegjël kanë falë. Po agjerojnë, po si me zamet, ndonjëherë prishin, e tjera. Po thash, atë kanë kru naj belat e shpia, naj dëshkim, naj dënim, jo, ta për kush nuk kanë kohë të fëmijët e mi. Po frika e saj, se e kuptova unë, ishte se ajo si një nënë e devotshme, dëshironte që fëmijët e saj të faleshin namaz, sepse i pret dënimi madh. E tjera, ajo si i tregonte si e kish kuptu fen, si patjetër duhesh me u falë, patjetër duhesh me agjeru, por nuk ja kishte mësuar fëmijëve të saj vlerën e namazit dhe vlerën e agjerimit. Prandaj unë ja dhash disa mendime të mia, dhash disa këshilla pas fjalëve të saj, notëve të saj, i thash, shiko, kjo është një këshillë edhe për të gjitha nënat dhe baballarët të cilët brengosën për fëmijët e tyre, duke i thënë se nuk janë të udhëzuar. Nëse një fëmijë nuk të vjerë probleme në shtëpi, nëse një fëmijë nuk të vjerë njerëz që ankohen prej fëmijëve tu, nuk vjerë, nuk bën keq, nuk ofendon, ku ta di unë çfarë probleme mundet me pas një ri, atëherë ti boho e lumtur dhe mirënjohëse Zotit për aq sa janë, ndërka që i thash që ti nuk duhet me u brengos, sepse prindrit deri në moshën 18 vjeçare e kanë përgjegjësi, e kanë obligim fëmijët e tyre me i mësu për rrugën e Zotit, por jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Mirë po, ajo tha se e kam falë namazin, e falin rregullisht. Shiko, nëse një namaz nuk bën ndryshime tek ti në mëni, pastaj edhe që tek familja jote, atëherë është problem namazi yt a është i pranuar, sepse ka namazet të cilat i kemi bërë vetëm rutinë, vetëm sa për sy e faqe, ndërka që nuk ja dim as lezetin, as shpërblimin, as atë lidhjen, kënaqësinë me Zotin. Prandaj këshilla ime ishte, motër e dashur, prindrit e kanë obligim deri në moshën 18 vjeçare, hajde dikush ka më shumë nevojë, deri në moshën 21 vjeçare, se fëmia edukohet me 3 etapa. Prej moshës 0 deri në 7 fëmia është në bret. Çka do na i bën? Prej 7 deri në 14 vjet fëmia është shërbëtor. Mjaft më ka bërë çka ka dash, tash duhet me qenë i dëgjueshëm. Prej 14 deri në 21 fëmia është si vezir, si këshilltar, këshillohet me babën, me nanën. Prandaj na e kemi përgjegjësi fëmijët mi eduku deri në moshën 14 vjeçare, pastaj prej 14 deri në 21 duhet me bashkëpunu, po do me bën një kotet skulave, duhet baba me marra djalin për dore, hajde bre bab, çush po e bëjmë këto, çush po e bëjmë ato, edhe nëse din baba ai duhet më lën pak 20 vet me u shpreh, davaj me fillu me vendos, ose nona vajzës, hajde kata ku ta vendosim këtë piktur, apo ato, apo këto, e tjera. Prandaj, deri në moshën 14 vjeçare i japim edukim, prej 14 deri 21 bashkëpunojmë me ta për mi dhënë motiv,
edhe i ndihmojmë e pastaj e lajmë në dorë të Zotit. Ne nuk përgjigjemi dhe hidajeti, udhëzimi është vetëm prej Allahut. Ndoshta fëmia jo deri në moshën 30-40 vjeçare është këtë degenerim. Mirë po ti si prindër duhet me qenë i durushëm, me dhënë sadaka, çdo mëngjes kur del në rrugë 20 cent, 20, ku ta diun, dhe mos me të ndalë lutjet. O Allahu, udhëzomi fëmijët në rrugë të drejtë. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirah. O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, na fal neve dhe prindrit tanë dhe të gjithë besimtarët. Prandaj, udhëzimi, hidajeti është prej Zotit. Përgjithësia për prindrit është deri në moshën 14 e pastaj 21 vjeçar. Më tutje edhe me ligjet e Kosovës në moshën 18 vjeçare, ai është një moshë rritur dhe të gjitha ndëshkimet e përgjithësisë vetë fëmijë me. Neve çka na metet, neve na metet vetëm me lut Zotin, mos mu brengos, se edhe me dhënë sadaka, edhe lutje, edhe me pas vesh me i dëgju fëmijët, sepse fëmija jot nuk beson si ti. Ndoshta më mirë se ti beson. Fëmija jot nuk mendon si ti, ndoshta më mirë se ti mendon. Prandaj besoj se kjo këshill nga zyrja për konsulta familjare, nga zyrja psikosociale, konsulta IBH, është e hapur për të gjithë prej orës 9 mëngjes deri në orën 5 masdite. Gjithashtu mund të thirrni në telefonin 044 509 300. Në realitet mos thirrni, por vetëm shkruani ose flisni me mikrofonin që është aty në telefon. Edhe pastaj unë kur kam kohë, ulem me juve, bisedoj, ora e pare keni gratis nga ana ime, e pastaj e shohim edhe veprojmë. Mos harroni, bëni share, bëni like, shpërndajeni, follow bëjeni, sepse ka nëna të cilat brengosen të fëmijët e tyre. Dhe besoj që kjo këshill do t'ju bëjë mirë.